Nuk mundet që Shqipëria të hyjë në Bashkimin Evropian në një situatë kur gjyqësori, gjykata dhe prokuria, organet ligjzbatuese janë totalisht të kontrolluara nga shteti, qeveria, kryeministri dhe dhe gjykatësit ose prokurorët ose zbatuesit e ligjit i kanë lidhje me element të qeverisë të inkriminuar dhe të lidhur me krimin e organizuar, Shqipëria nuk mund të ecë përpara në këtë situatë. Sado që të mundohet zoti Rama që t'ju bëjë presion zyrtarëve të Bashkimit Evropian se Shqipëria duhet patjetër të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian, janë detyra shtëpie që duhet të bëjnë Shqipëria në forcimin e demokracisë dhe shtetit ligjor. Në një vend si Shqipëria, ku pjesa më e madhe e qytetarëve dëshirojnë të largohen nga Shqipëria, një vend që prodhon emigrant, refugjat, azilkërkues, është absolutisht e paimagjinueshme në këtë moment që Shqipëria të bashkohet Bashkimit Evropian në vitin 2027. Ka një rrugë të madhe për të përshkruar dhe besoj që kryeministri shqiptar e di shumë mirë se Bashkimi Evropian nuk mund të pranojë në gjirin e saj vende ku demokracia dhe shteti ligjor kanë mangësi të theksuara. Po sa i takon atyre kritikave të tij dhe sugjerimeve të tij, nëse mund ta them kështu, për Bashkimin Evropian që duhet të shndrohet në Shtetet Bashkuara të Evropës, që të reformohet dhe të shpëtojë, po themi, nga krizat përballë të cilave gjendet. Si i shihni? Unë besoj që zoti Rama sa vjen dhe dihet edhe më izoluar nga komuniteti ndërkombëtar dhe sidomos në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku nuk ka akoma një ftesë zyrtare për të marrë pjesë në aktivitetet të organizuar nga presidenca Trump dhe i ftuar nga presidenti Trump, por ashtu edhe qytetarë dhe zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk kanë nevojë për leksione nga zoti Rama, duke qenë se ka demokraci të konsoliduara dhe shtete të cilat funksionojnë totalisht me një shtet ligjor të fortë dhe drejtësi të pavarur, nuk mund të marrin leksione nga zoti Rama dhe besoj që këto thjesht janë tentativa të tij për të larguar vëmendjen nga problemet e brendshme të Shqipërisë dhe për ta faktorizuar vetveten si një kryeministër, si një politikan që ka influencë të fortë në Bashkimin Evropian dhe në arenën ndërkombëtare. Fakti është totalisht ndryshe. Qartë. Një çështje tjetër që lidhet me kryeministrin Rama është që ende pa nisur pra mandati 4 legjislatura e re, ai ka shpallur dy reforma mjaft të rëndësishme, do të thoja, sa i takon menaxhimit të punëve të pushtetit vendor, por që kanë lidhje me qytetarët. Njëra është reforma për menaxhimin e integruar të mbetjeve, të plehrave, dhe tjetra ishte dje reforma për menaxhimin, po themi, ose për ujin, ku ditën e djeshme kryeministri Rama tha që do të dënohen njësoj si për rastin e dritave, nëse ju e mbani mend, siç dënoheshin ata që vjedhin energjinë elektrike, po kështu do të dënohen sipas kryeministrit Rama ata që vjedhin edhe ujin, si dhe ndër të tjera tha që do të hiqen edhe depozitat e ujit që shumica e qytetarëve shqiptari kanë mbi banesat e tyre. Megjithatë, për t'ju ikur teknikaliteteve dhe për të qëndruar tek thelbi, si i shihni pra ndërmarrjet e këtyre dy reformave të cilat mund të pasohen edhe me reforma në sektor të tjerë? 35 vite demokraci që nga rënia e komunizmit në Shqipëri dhe qytetarët shqiptar akoma kanë problem me funksionimin e ujit pishëm, me pasjen e ujit pishëm, është një gjë e garantuar në shtetet e Bashkimit Evropian që të kenë 24 orë furnizim me ujë dhe energji elektrike dhe pa asnjë problem. Kur një vend që tenton të thotë, ku siç thotë kryeministri i Shqipërisë, që në vitin 2027 mund të ketë marruar negociatat me Bashkimin Evropian dhe të jetë anëtare e Bashkimit Evropian nga viti 2030, nuk shkon kurrësi me aktualitetin, me realitetin në Shqipëri, ku qytetarët shqiptar akoma vuajnë për ujë të pishëm dhe akoma shohin depozita të ujit kudo në pallate njëra tjetra. Padyshim që Shqipëria ka nevojë për një reformë dhe për një institucione që garantojnë kushtet e jetesës së qytetarëve. Një kusht elementar është garancia që ata të kenë ujë të pishëm dhe
padyshim përmirësim të sistemit sanitar në Shqipëri, por zoti Rama nuk ka ardhur sot në pushtet, ka 12 vite në pushtet, dhe kjo është një njëjti problem, e njëjti problematike, njëjta sistem i zotit Rama, kur pas 12 vite thot unë do bëj këtë, do bëj atë, sikur ka ardhur dje në pushtet. Shpresoj dhe besoj që të ketë një reformë kuptim plot, por reformat bëra nga qeveria shqiptare padyshim kanë kushtuar miliarda taksave paguesave evropian me të fondet për të cilat i financon Bashkimi Evropian, dhe abuzimi këtyre fondeve është subjekt i punës së SPAK dhe i punës së drejtësisë në Shqipëri. Prandaj nuk duhet të bëjmë thjesht vetëm politik me fatkeqësinë e shqiptarëve, por të zgjidhim problemet e tyre. Qartë, mirë, unë do doja të diskutonim edhe një çështje të fundit bashkë, një çështje që nuk ka lidhje me politikanët shqiptar, por që ka lidhje me atë se çfarë po ndodh në lindjen e mesme në Gaza dhe se si po perceptohet ajo në Shqipëri. Ambasadorja e Izraelit, pak ditë më parë, këtu në Tiranë, ka reaguar ashpër kundër asaj që ajo e quan antisemitizëm dhe ka paralajmëruar për retorikën e rrezikshme që shfaqet edhe në Shqipëri. Pyetja ime është, a e konstatoni edhe ju një retorik të tillë kundër Izraelit, një retorik që tejkalon edhe masat e asaj që njerëzit diskutojnë për atë se çfarë po ndodh në Gaza, dhe a përbën kjo problem për Shqipërinë në arenën ndërkombëtare? Çfarë qasje duhet kemi ne si shqiptar, po dhe qeveria? Unë mendoj se Shqipëria ka qenë historikisht një mbështetëse e fortë e hebrejve, izraelitëve, sidomos gjatë luftës së dytë botërore, dhe ka dhënë një shembull të jashtëzakonshëm se si ka mbrojtur dhe si i ka përkrahur, dhe besoj se Izraeli ka mbështetës të fortë në Shqipëri, siç ka në Britani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por vazhdimi i bombardimeve, deprivimi i palestinezëve nga ushqimi dhe lënia me qëllim qytetarëve të uritur për të vdekur nga uria gjatë kohës që bombardohen për ditë nga ushtria dhe urdhrat e qeverisë izraelite, padyshim krijojnë një situatë ku nuk i shërben emrit të Izraelit në arenën ndërkombëtare, dhe në këtë kontekst qeveria, duke larguar nga politika e Shqipërisë, qeveria britanike i ka bërë thirrje Izraelit të ndalojë menjëherë sulmet në Gaza dhe të lejojë ndihmat humanitare në mënyrë që qytetarët mos vdesin nga uria, dhe ka paralajmëruar që në sesionin e Kombeve të Bashkuara në shtator të njohë zyrtarisht shtetin e Palestinës, ashtu siç kanë të bëjnë edhe Franca, Belgjika dhe Hollanda, dhe besoj që Shqipëria të ndjek të njëjtën rrugë, dhe qytetarët e Izraelit duan paqe, nuk duan luftë, dhe besoj dhe shpresoj që sulmet e vazhdueshme dhe deprivimi nga ushqimi dhe lënia për të vdekur nga ushqimi i qytetarëve palestinezë duhet të marrë fund. Izraeli ka absolutisht të drejtën e tij të mbrohet ndaj një organizate terroriste si Hamasi, por nuk ka asnjë të drejtë ndërkombëtare që të përdor genocidin dhe vdekjen nga uria të qytetarëve të një vendi i cili ai ka nën kontroll nëpërmjet ushtrisë izraelite. Qartë, avokat, unë ju falenderoj për bisedën këtu drejt për drejt nga Londra atje dhe për gjitha opinionet që sollët në studio. Faleminderit, kënaqësia është e imja. Ishim avokat Naim Hasanin, folëm për disa çështje mjaft të rëndësishme të aktualitetit këtu në Shqipëri. Një shkëputje e shkurtër dhe rikthehemi më njëherë në pjesën e dytë.
Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë, do të vijmë të flasim për ngjarjet nga vendi, duke u fokusuar tashmë tek arsimi, problematikat në lidhje me arsimin, sepse në datën 8 shtator nis arsimi para universitar, po ndërkohë janë edhe fazat e regjistrimit në universiteteve. Së bashku me problematikat e gjithë procesin, kam kënaqësinë që të kem të ftuar në lidhje drejt për drejt me studion time ekspertin e arsimit, zotin Dritçim Mehmeti. Zotin Mehmeti, shumë faleminderit që jemi së bashku. Edhe juve. Po e nis nga një lajm i djeshëm, pastaj për të shkuar hapasapi tek të gjitha zhvillimet që kanë të bëjnë me arsimin, duke u fokusuar në këtë periudhë. Ministria e Arsimit ka vendosur ndalimin, po themi, të celularëve për nxënësit në shkolla me një udhëzim të posaçëm. Synimi është pra përqendrimi më i madh i nxënësve në mësim dhe parandalimi i shpërqendrimeve. Por ka prindër, ka ndoshta mësues apo pedagog që e shohin si mas të vështirë për t'u zbatuar. Juve si ju duket njëherë kjo gjë e fundit? E pazbatueshme, sepse ka treguar koha. Në rast se e mbani mend, besoj se ju e dini edhe kolegët tuaj, në 2018 një njëjti udhëzim nxori zonja Nikolla. Pastaj e përsëriti zonja Kushi. Edhe thanë që në kuadër të kësaj dhe të asaj. Tani e përsëriti zonja Manastirliu. Ajo që më bën përshtypje mua është fakti që zonja Manastirliu 3-4 herë ju drejtua studimeve ndërkombëtare. Po ne vetë nuk ishim të zotë të bënin një studim kombëtar, që donin patjetër një studim ndërkombëtar të na vinte në mendim. E para, e dyta, ne të gjithë e dim që ne nuk kemi as shoqëri finlandeze, as daneze, as holandeze, as italiane. Ne jemi një shoqëri që kemi qef ta shkelim rregullin. Dhe ne kemi provuar këtë, sepse në provimet e maturës shtetërore bëhet nami me edhe provimet e lirimit me celular. Shkojmë dhe mëtej. Është ajo që ju thatë, si zbatohet dhe cilat janë penalitetet. Ma shpjegon dot njëri mua? Sepse unë e pash udhëzimin që është shumë i amull. Pra, udhëzimi thoshte e merr me vete, po e vën në silence mode. Domethënë nuk e di se pa zhurmë, ta themi shqip. Po çfarë si ka që e vë pa zhurmë? S'ka ndonjë rëndësi që e vë pa zhurmë. Me zhurmë duhet kur flasim ne të dy, se zakonisht edhe ju, tani që jeni në studio apo në punët tuaj të përditshme, mund ta bëni pa zhurmë. Po kjo nuk të bën ti jo aktiv në sepse sa të vi dridhja ju shikoni një sy, është telefonat e rëndësishme apo një gjë që duhet i ktheni një përgjigje. Çështja është e para njerë, sa i zbatueshëm është, e dyta ku do shtrihet? Do shtrihet deri në gjimnaz apo do shtrihet deri në 9 vjeçare? Se pse i tërheq vëmendje një 15 vjeçari dhe nuk i tërheq vëmendje një 16 vjeçari celulari? E treta është, a kemi ne kushte dhe teknologji brenda shkollës që t'i përgjigjemi kushteve të kohës, pra ecjes së teknologjisë, ne nuk kemi qasje në internet në shumë zona. Tani, kur flasim për arsimin, ne nuk flasim vetëm për Tiranën brenda, se po të shkosh në rrethinat e Tiranës, në përfshatra, ne e dim shumë mirë që po të shkojmë deri në qafmoll, telefoni thotë që s'ke më mundësi të marrësh, pra të humbasin valët. Pra, që të krijosh këto kushte, që thotë zonja ministre, pastaj më duk një çudi kjo kutia se që një kuti plastike, i futi në këto kutim plastike, që një gjë të më thënë që dukej edhe në për markete kur vete ka në një dollap, që vë gjërat e tua. Pse s'kemi ne, kaq keq jemi ne për të vënë ca dollape për nxënësit, ku të lënë edhe teshat e tyre, ku të lënë dhe robat e fizikulturës, ku të lënë dhe celularin, ku të lënë edhe ato mësime që do bëjnë nesër. Pra në parim unë jam dakord, nuk jam kundër, që t'jem një realist. Nuk jam kundër. Është një masë e vonuar madje. Po si do të realizohet? Sepse që të heqësh përqendrimin e nxënësve nga celulari, ti do të krijosh kushte shumë moderne në shkollë, bashkohore do të thosh unë, me standardet më të mira që ka. Pra që të kesh tableta në përdorim të nxënësve, që të kesh projektor, që të kesh kompjutera, që të kesh mjete didaktike, që të kesh kabinete. Po thoni që duhet ketë gjëra shumë interesante se sa celulari, në kuptimin edhe didaktike dhe të vëmendjes. Po më falë, ne si familjar, si ai që më vëmendjen fëmijës, e nxjerrim në një park, e çojmë që të bëj lojra formuse, i japim një libër që të vizatoj. Pra kjo është mundësia që ti të tërheqësh vëmendjen.
Ne kemi një infrastrukturë shkollore mizerabël. Ne do ta pranojmë që jemi në epokën e gurit. Dhe kjo që po të them unë, nuk është një pamje zymë, po është një pamje vërtet. Sepse shikoni shkollën që po jepni juve. Ajo vetëm shkollë nuk është. Po. Me vizatime, me mballoma, pra që nuk është as e lyje. Edhe me hekura, shkolla me hekura. Sikur është burg. Shkolla s'është burg, është institucion edukimi, është institucion argëtimi. Dhe pastaj, bile madje e para fare, është një institucion edukimi. Pra që ta bëjmë qytetar. Dhe pyetja retorike e imja për ju dhe për të gjithë do ishte, po mirë, po dakord, do dhëmë celulari. Po kush ma thot mo, kush e ka penguar udhëzimin për uniformat e nxënësve? Kush e ka penguar? Pse nxënësit shkon ja ku i keni, Lara Bala? Një me barkun jashtë, një me gjise, një me pallon të zeza, një me tuta sporti, një me atlete, një me shapka, me një gisht. Pse shkojnë ashtu? Pse nuk e zbatojnë udhëzimin e vitit 2008 të zotit Pollo? Se udhëzimet ministratve në vinë, udhëzimet mbeten aty. Qartë. Pse nuk e zbatojmë ne udhëzimin? Ju vetëm besoj ju ka bërë përshtypje fakti që nuk ndohet më hymni kombëtar. Ditën e hënë. Po. E keme rregullore, e keme urdhër ministri, e ti se zbaton. Kurse zhurmën e festa dhe të klounëve që vjen në përkopshe, të kompanive që bëjnë eventet që quhet ditëlindjet, në mes të ditës ne i dëgjojmë.